kontrolluar nga agjentët. Elkeri, çfarë kemi të konfirmuar deri tani nga të gjithë lëvizjet? Nga gjithë lëvizjet e para kemi të konfirmuar spari aksionin që është zhvilluar në një prej komplekseve rezidenciale në Palas, një nga komplekset më të shtrenjta në Shqipëri, ku të paktën sipas hetimeve të Spagut dhe sipas atyre burimeve janë vilat e 3 prej personazheve kyç të kësaj historie, që është Ergyes Agasi tashmë në kërkim ndërkombëtar, Ermal Beqiri, përfituesi më i madh i tenderave takshi, ndërkohë që është edhe një vilë tjetër e cila rezulton në emër të një personi, por agjentët e BKH-s dhe prokurorët e Spagut kanë dyshime të arsyeshme që bëhet fjalë për vilën e Mirlinda Karçanaj, drejtoreshës së Akshit. Ky zbulim vjen në të njëjtën kohë që në mënyrë të ngjashme është fshehur sipas prokurorëve dhe agjentëve të BKH-s edhe një vilë tjetër në zonën e Golemit, po në zonën e Qerretit. Dhe këto janë kryqëzuar edhe me dëshmitë e Daniel Shimës, duhet kemi parasysh ish zëvendës drejtor në Aksh, një nga ato personat me atë historinë e rrëmbimit, me atë historinë e zhdukjes, që nuk u mor vesh asnjëherë se çfarë ishte. Dhe me sa duket këtu lindaj bashkëpunimi ekonomik. Ndërkohë veç këtyre vilave të zonjës që me argumentin kryesor se jetonte me qira e mbronte kryeministri Edi Rama, do të kemi parasysh në deklaratën e saj të pasurisë rezultoi që ishte bashkë me bashortin e saj dhe pronare e 4 apartamenteve dhe një ullishe prej 1500 metra katror. Por për tek kësaj duhet kemi parasysh faktin se si po zhvillohen gjërat. Duket sikur kemi të bëjmë me një lojë shahu. Kryeministri Edi Rama del në një ditë shumë të rëndësishme pasi na ditë mbaj një manifestim shumë i rëndësishëm në Kosovë në mbrojtje të krerëve të UÇK-s, kryeministri i cili kishte qenë një ditë më përpara atje zgjodhi që të vinte me urgjencë në Tiranë dhe mblodhi, po themi ato punonjësit të Akshit, ku premtoi rritje rrogash, u premtoi ngritjen detyrë me kushtin e vetëm që të mos flisin dhe të heshnin. Ndërkohë nga ana tjetër duket sikur kemi prokurin që vihet në lëvizje dhe po shkon drejt asaj që është thelbi i problemit, pasuritë. Duhet kemi parasysh që zyrtarët e korruptuar, për shembull, ndryshe nga një pjesë e trafikantëve drogës, e kanë shumë vështirë që të investojnë jashtë vendit për shkak të garancive që kanë dhe përgjithsisht prirën që paratë e përfituara nga skema që cilësohen korruptive prirën që të investojnë në Shqipëri, pra për shkak të garancive që ato kanë nga bashkëpunimi që kanë me kadastrën, me tatimet dhe me institucionet e tjera mbikëqyrëse. Nuk është vetëm ndërtimi, është turizmi, tashmë ka kaluar dhe call centrat Senila. Tani me çfarë po kuptojmë dhe nga detaje që dalin për ditë është e vështirë që ne të kapim një fushë tjetër e cila po denoncohet qoftë nga opozita lidhet edhe me futbollin, pra klubet e futbollit, pra është i gjithanshëm dhe sot pa frikë është ajo që themi ne që ekonomia shqiptare është kthyer në një eksperiment, pra sa i përket çështjes së pastrimit parave, pra që nuk po investohet në ato që janë biznese që gjenerojnë të ardhur apo gjenerojnë punësim, por investohet në biznese pasive, sikurse është sektori i ndërtimit apo disa sektorë të tjerë ku investohet. Por pyetja është a do shkojë SPAK deri në fund këtyre hetimeve, pra se deri tani SPAK për hir të vërtetës në pjesën e sekuestrimit dhe konfiskimit pasurive ka çeduar dhe ky është një alarm që ngren edhe partnerët ndërkombëtar, se ato thonë ne vim këtu, bëjmë operacionet përbashkëta, identifikojmë pasuri dhe çfarë ndodh? Mbetemi thjesht në kuadër të sekuestrimit. Nuk shkohet pra deri te konfiskimi, pa folur pastaj që këto pasuri të kthehen në të mira për publikun. Por tani kemi diçka, jemi përballë një kryeministri i cili gënjen hapur qytetarët edhe më saktë tallë. Kryeministri tha zonja Karçanaj është me qira. Për hir të vërtetës është një nga njerëzit ta më të rëndësishëm që kanë besim absolut. Kryeministri Edi Rama për hir të vërtetës që të kuptosh hallet e kryeministrit duhet ta dëgjosh se çfarë flet edhe për cilat. Ja, vetëm një moment, se masolle enkas po komgulja edhe tek ndërtimi. Dëgjoni pak çfarë ka deklaruar. Dëgjoj Basiri dashur, kryeministri Edi Rama. Dëshin? Nuk flasim për njerëz që janë të vobekt vetëm dhe që shteti përpiqet të sigurojë mundësinë e një strehimi, gjë që e kemi bërë sipas mundësive në të gjithë territorin, por flasim tani edhe për njerëz që kanë një familje të re, edhe që duan të kenë një apartament dhe e kanë absolutisht pamundur që ta blejnë. Kjo është e vërteta e kohës sotme, jo vetëm në Shqipëri, dhe ne po bëjmë një program për këtë. Ajo që po thoshte Elkeri. Jo, ideja është ndodhin kudo, pra se nuk është vetëm Shqipëri, edhe kartele droge ka kudo, edhe korrupsion ka kudo, edhe krim ka kudo. Tani unë kryeministrin e shoh pak në një pozitë vështirë këtu se në fund ditës është ky njeri që ftonte si për Marsi dhe njerëzit që të investojnë në Shqipëri me idenë që do rritet vlera pronës. Tani kemi një moment tjetër
Ndërkohë që ndodhin këto operacionet e partnerëve ndërkombëtar, ndërkohë që lejet për kullat po anullohen dhe nuk po avancojnë, sipas projektit kemi një kryeministër i cili rezulton i shqetësuar për një pjesë të apartamenteve të pashitura dhe me sa duket, garancia që u ka dhënë atyre investitorëve që do shiten është shumë e madhe dhe është i gatshëm që për këtë të sakrifikojë edhe buxhetin e shtetit. Por për të kësaj ka një paradoks në gjithë histori. Për të kësaj që thot kryeministri që ankohet se nuk po shiten pronat në Shqipëri, është Banka e Shqipërisë që pretendon se pronat po shiten dhe po blihen nga investitorët e huaj dhe më bëri shumë përshtypje cili ishte vendi që ishte në krye të listës së investitorëve të huaj. Për ironi të fatit ishte Holanda, ku ne kemi dhe diasporën më të vogël, por që ka dhe numër